Pastaj rikthehemi në studio me musafirin e parë. Intervista e punës është një hap vendimtar në rrugëtimin drejt një karriere të suksesshme. Ajo nuk është vetëm një mundësi për të treguar çfarë di dhe çfarë ke bërë më parë, por edhe një rast për të lënë përshtypje të mirë si person. Vetbesimi është një ndër elementet më të rëndësishme gjatë një interviste. Ai reflekton siguri, pjekuri dhe gatishmëri për të përballuar sfida. Një intervistues gjithmonë do të vërejë nëse një kandidat është i bindur në atë që thot apo nëse flet me pasiguri. Prandaj, për të krijuar një përshtypje pozitive, është e rëndësishme të ndihesh mirë me veten dhe të besosh në aftësitë që ke ndërtuar me kohë. Paraqitja e jashtme dhe sjellja gjatë intervistës ka ndikim të madh. Që nga momenti kur futesh në hapësirën kur zhvillohet intervista, mënyra si ecën, si përshëndet dhe si ulesh, dërgon sinjale për personalitetin tënd. Një qëndrim trupor i drejtë, kontakti i qartë me sy dhe një buzëqeshje e lehtë e bëjnë bisedën më të ngrohtë dhe krijojnë atmosferë më miqësore. Veshja gjithashtu ka rëndësi, zgjedh diçka të pastër, të thjeshtë dhe profesionale, duke marrë parasysh natyrën e vendit të punës ku po aplikon. Detajet e vogla si këto flasin shumë për kujdesin dhe seriozitetin tënd. Gjatë intervistës është e rëndësishme të përgjigjesh qartë, pa u ngatëruar dhe pa u zgjatur pa nevojë. Në vend që të japësh përgjigje të përgjithshme, përpiqu të sjellësh shembuj konkret nga përvoja jote që tregojnë aftësitë dhe përkushtimin tënd. Për shembull, nëse thua që ditë punosh në grup, përmend një rast kur ke bashkëpunuar me të tjerët për të arritur një qëllim të përbashkët. Kjo jep intervistës më shumë vlerë dhe i ndihmon punëdhënësit të kuptojnë si mendon dhe si vepron. Në të njëjtën kohë, mos harro të dëgjosh me vëmendje pyetjet dhe të tregosh respekt gjatë bisedës. Vetbesimi nuk nënkupton të flasësh gjatë gjithë kohës, por të jesh i qartë dhe i përmbajtur. Për të qenë më i sigurt gjatë intervistës, përgatitja paraprake është kyçe. Praktiko pyetjet më të zakonshme që bëhen në intervista, mëso më shumë për kompaninë ku po aplikon dhe mendo si mund të lidhen përvojat e tua me pozicionin e punës. Sa më i përgatitur të jesh, aq më pak vend do të ketë për pasiguri. Mund të stërvitesh edhe duke folur para pasqyrës, duke regjistruar veten apo duke bërë një simulim interviste me një mik. Këto ushtrime të vogla e ndihmojnë trurin dhe trupin të mësohen me situatën, duke e bërë ditën e intervistës më të lehtë dhe më natyrale. Në fund, është mirë të kuptojmë se vetbesimi ndërtohet me përvojë. Nuk është diçka që lind me njeriu, por zhvillohet me kalimin e kohës dhe përballjen me situata të ndryshme. Edhe nëse një intervistë nuk shkon sipas pritjeve, ajo mund të shërbejë si mësim dhe përgatitje për herën tjetër. Më e rëndësishmja është të vazhdosh të përmirësosh veten, të mësosh nga gabimet dhe të mos e humbësh motivimin. Çdo intervistë është një hap më afër qëllimit tënd dhe çdo përpjekje për ta paraqitur veten me dinjitet e vetbesim do të shpërblehet në kohën e duhur.